Mast Channel. Please subscribe. A është Mbretëria e Bashkuar zyrtarisht një shtet i dështuar në sytë e Amerikës? Donald Trump sapo ka dhënë një vendim për Keir Starmer. Një vendim që është kaq brutal dhe kaq shpërfillës, saqë sinjalizon fundin e marrëdhënies speciale mes dy vendeve, siç e kemi njohur në histori. Jemi në fund të vitit 2025 dhe skenari i tmerrshëm për Londrën është bërë realitet. Për muaj të tërë, mediat kryesore ju thanë se Starmer mund ta menaxhonte presidencën Trump, por sërish ju gënjyen. Dje, shtëpia e bardhë jo vetëm që injoroi Downing Street, por e poshtëroi publikisht me një deklaratë tronditëse të lëshuar nga zyra ovale. Presidenti Trump jo vetëm që kritikoi politikën britanike, por vuri në dyshim vetë legjitimitetin e udhëheqjes së Starmer. Trump ka thyer protokollin diplomatik duke etiketuar kryeministrin aktual të Mbretërisë së Bashkuar jo si aleat, por si një pengesë dhe një person pa rëndësi në skenën botërore. Mendoni tani për implikimet e sa më sipër u deklarua. SBA janë partneri më i madh tregtar dhe i sigurisë së Britanisë, po ndërsa Trump po shtrëngon duart me udhëheqës nga Azia dhe Europa, ndërkohë që i ka përplasur derën në fytyrë britanikut Starmer. Pse do të thoni ju? Sepse qeveria e Starmer shpenzoi vitin 2024 duke fyer Trumpin para dhe gjatë fushatës së tij. Dhe tani në vitin 2025 erdhi fatura. Po qarkullojnë thashë theme në Washington se Trump i ka dhënë urdhër ekipit të tij që ta anashkalojë plotësisht qeverinë britanike. Por çfarë tha saktësisht Trump për mënyrën se si Starmer e trajtoi ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar, e cila ka shkaktuar luhatjen e paundit britanik prej disa ditësh? Fjalët e Trump janë të pabesueshme. Tingëllojnë më pak si diplomaci dhe më shumë si një deklaratë lufte politike. Ndërsa Starmer hesht. Media është në panik, por ne në këtë kanal të medias elektronike do ju tregojmë të vërtetën. Qëndroni të sinkronizuar sepse do të zbulojmë çfarë mund ta detyrojnë Starmerin të largohet nga detyra. Për të kuptuar vërtet pse deklarata e fundit e Donald Trump është një dënim me vdekje për qeverinë e Starmer, duhet të shohim realitetin brutal të fundit të vitit 2025. Ura diplomatike mbi Atlantik nuk është thjesht djegur, është bombarduar. Shpërfillja e Mar-a-Lagos ishte poshtërimi përfundimtar, momenti përcaktues i kësaj krize mes palëve që ndodhi vetëm 72 orë më parë. Burime në Washington konfirmojnë se zyra e kryeministrit ka bërë shtat kërkesa urgjente për një samit dypalësh që nga emërimi i Trump dhe secila prej tyre është lënë pa përgjigje. Në vend të një samiti me Starmerin, Trump bëri të paimagjinueshmen, ftoi Nigel Farage, rivali më të ashpër të Starmer, në një darkë private në Mar-a-Lago, duke etiketuar atë si zërin e vërtet të popullit britanik. Kjo nuk është vetëm një shkelje e protokollit, por një vrasje politike e kalkuluar. Trump në fakt po deklaron se nuk e njeh Starmerin si përfaqësuesin legjitim të Mbretërisë së Bashkuar. Ai po anashkalon plotësisht Downing Street duke komunikuar drejt për drejt me opozitën populiste. Ultimatumi ekonomik është edhe realiteti i tarifës për 20%. Por fjalët janë një gjë. Shkatërimi ekonomik është një gjë tjetër. Tarifat e Trump të cilave ua kishin frikën në vitin 2024, u bën realitet në vitin 2025. Trump ka nënshkruar zyrtarisht urdhrin ekzekutiv që vendos një tarifë bazë universale për 20% për të gjitha mallat e huaja, përfshirë ato nga Mbretëria e Bashkuar. Le të shohim të dhënat shkatëruese të publikuara nga zyra për përgjegjësinë buxhetore, para 3 ditësh. Sipas këtij regjimi të ri tarifor, ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar parashikohet të tkuret me 22 miliard pound vetëm në vitin e ardhshëm fiskal. Industria e automobilave, Jaguar, Land Rover dhe Mini po përballen me një rënje për 25% të shitjeve në SBA. Gjigantët farmaceutik po kërcënojnë të zhvendosin subjektet e kërkimit dhe zhvillimit në Boston për të anashkaluar tarifa. Ndërsa në bujqësi, fermerët britanik të shtypur nga ndryshimet në taksa të Partisë Laboriste, tani nuk kanë ku të shesin produktet e tyre. Starmer i premtoi popullit rritje ekonomike, por Trump e futi në makthin e recesionit, sepse Starmer refuzoi të kërkonte falje për fyerje që kabineti i tij kishte bërë në të kaluarën për presidentin Trump. Trump i kërkoi Starmerit shprehimisht shkarkimin e sekretarit të jashtëm David Lammy si parakusht për bisedimet tregtare. Starmer refuzoi. Tani, punëtori britanik po paguan çmimin e krenarisë së Starmer. Paralelisht përplasja e lodhjes në Ukrainë vazhdon. Konflikti shkon edhe më thellë se disheza në tregti. Trump ka lëvizur në mënyrë agresive për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje në Europën lindore, duke ndërprerë rrjedhën e pafundme të parave për luftën. Ndërsa Starmer, i dëshpëruar për të mbetur i rëndësishëm në skenën botërore, është përpjekur të mbledhë udhëheqësit europian për të vazhduar përpjekjet e luftës, duke minuar në mënyrë efektive planin e paqes të Trump. Në një transkript të rrjedhur nga një samit i NATO-s javën e kaluar,
Mësohet se Trumpi i drejtoi gishtin delegacionit të Mbretërisë së Bashkuar dhe bërtiti: "Ju njerëz doni luftën e tretë botërore, sepse ekonomia juaj është një katastrofë. Ju doni luftë. Unë dua paqe." Kjo është deklarata më e fortë e dëgjuar gjatë vitit 2025. Trump e quajti Starmerin nxitës lufte që po përdor konfliktin e huaj për të fshehur dështimet e tij të brendshme. Që kryeministri laburist ta anashkaloj çështjen e paqes që ofron Donald Trump, kjo është një katastrofë politike me përmasa epike. Marco Rubio, plotësisht i vendosur si sekretari i shtetit, lëshoi një deklaratë të ashpërpardhje. Mbretëria e Bashkuar ka kompromentuar sigurinë e bazës ushtarake në Diego Garcia, tha ai. Nuk mund t'i besojmë më Londrës me inteligjencën e përbashkët, nëse ata do t'ua japin çelësat e sigurisë armiqve tanë. A e kuptoni se çfarë do të thotë kjo që tha Rubio? Aleanca e inteligjencës është në rrezik. SBA-të po shqyrtojnë kufizimin e aksesit të Mbretërisë së Bashkuar në të dhënat sekrete të satelitëve ushtarak. Starmer jo vetëm që e ka bezdisur Trumpin, por ka kërcënuar sigurinë kombëtare të Amerikës. Gozhda e fundit me Britaninë është lufta e Elon Musk dhe më pas edhe lufta kulturore. Elon Musk, pasi udhëhoqi departamentin e efikasitetit të qeverisë së Trump, DOGE, ka ekspozuar pa pushim shtypjen nga Mbretëria e Bashkuar të Lirisë së Fjalës. Musk ka postuar çdo ditë për qytetarët britanik që arrestohen nga policia britanike, për postimet e tyre në Facebook, duke etiketuar Mbretërinë e Bashkuar një shtet policor tiranik. Trump e dëgjon Muskun dhe kur Musk thot se Mbretëria e Bashkuar po shpërbëhet, Trump e beson. Narrativa në Washington është e vendosur. Mbretëria e Bashkuar është një zonë katastrofe me taksa të larta, rritje të ulët ekonomike dhe anti-liri të fjalës. Starmer është plotësisht izoluar. Europa po përçahet. Amerika i ka kthyer shpinën. Ekonomia po vuan dhe i vetmi njeri që mund ta rregullojë atë, Donald Trump, sapo i ka shpallur luftë kryeministrit britanik. Kjo nuk është më vetëm një grindje diplomatike. Është një krizë ekzistenciale për Mbretërinë e Bashkuar, me ekonominë amerikane që lulëzon nën politikat agresive të Trump, Amerika e para, dhe Mbretërinë e Bashkuar që po zhytet në stagnacion dhe izolim, një kontrast ky që nuk ka qenë kurrë më i dhimbshëm. Karma e ka futur Britaninë në një luftë të ftohtë me aleatin e saj më të fuqishëm. Trump e ka bërë të qartë qëndrimin e tij, se ai nuk do të punojë me Starmer, ndaj po pret një udhëheqës që e respekton, duke sinjalizuar potencialisht një kthim për Farage, ose një riorganizim të plotë të udhëheqjes britanike. Starmer është tani më një i vdekur që ecën në skenën globale. Ai ka dy zgjedhje dhe të dyja janë poshtëruese. Mundësia e parë të gëlltit krenarinë e tij, të shkarkoj me njëherë David Lamin dhe të fluturoj për në Mar-a-Lago për të lutur për falje, live në një televizion. Mundësia e dytë, të vazhdoj me kokëfortësi të tërheqë Mbretërinë e Bashkuar në humnerën ekonomike të shkaktuar nga tarifat amerikane, duke çuar në një votë mosbesimi të pashmangshme. A mund t'i mbijetojë ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar 4 viteve të Donald Trump pa një marrëveshje tregtare? A është Starmer tani një kërcënim për sigurinë kombëtare që do të duhet të largohet nga detyra menjëherë? A besoni se Trump ka të drejtë ta ndëshkojë Mbretërinë e Bashkuar pas ndërhyrjes së Partisë Laburiste në fushatën e tij elektorale dhe në zgjedhjen e tij? Bota po shikon e shtangur. Monedha pound po tronditet. Dhe Donald Trump duket se mban të gjitha letrat në dorë. Mars Channel. Please subscribe.